2 minuta shpjegim vote personale. Dy minuta në rregullore, shpjegim vote personale. Shpjegim vote, jo aksion kundër vote. Hape kohën. Të dashur qytetarë dhe qytetare, e ndigjohet vetë që kreu i tyre me 5 mbiemra kërkon që shpjegimi votës të bëhet para se të votohet. Kjo kërkesë shpreh të gjithë brendin psiqike, ideologjike, identitare të këtij grupi parlamentar që pranon në krye një person si ai, i cili me një ndërhyrje të tillë tregon se nuk njeh as një ligj, as një parim, as një normë. Por unë jam këtu për të thënë 2 fjalë. Në historinë e një vendi, kur nuk ndodh që paketa buxhetore të vijë pa paketën fiskale, sepse është vetëm paketa fiskale, burimi i krijimit të atij buxheti, kurse ju sillni këtu statistika kallpe, falso, për të mashtruar shqiptarët. Sidoqoftë, para kryeministrisë, qytetarë shqiptarë janë të vendosur të nisi një betejë etan epitas. Një betejë në kushtet pa barabarta, por një betejë në të cilën kanë të gjitha të drejtat dhe që atë Atëre, në konferencën e kryetarëve u shqyrtua edhe prej programi punës kuvendit periudhën 10 nëntor-19 dhjetor 2025 dhe projekt kalendari punimeve për periudhën 10 nëntor-28 nëntor 2025. Në konferencën e kryetarëve nuk u arrit mirëkuptimi në bazë të nerit 27.4, ku në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i kuvendit e harton vetë dhe ja paraqet për miratim kuvendin në seancë plenare. Pas diskutimit për jo më shumë se 10 minuta për çdo grup parlamentar, programi, kalendari votohet në seancë plenare. Kush e do fjalën 10 minuta për projekt kalendarin dhe projekt programin? Atëherë, me qenë se s'ka kërkesë, kalojmë në votim program. Ku kanë karton?